Fshati im, e jani të tregoj fshatin ku kemi lindur edhe ku jemi rritur deri në moshën 7 vjeçe, pastaj u detyruam të largohemi si shumë shqiptarë të tjerë që lanë familjet e tyre, lanë shtëpitë e tyre pas edhe u detyruan të ikin të jetojnë jashtë shtetit për një të ardhme më të mirë për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre, kuptohet. Tani unë do t'u tregoj disa nga shtëpitë që janë aty, janë shumë pak njerëz që jetojnë këtu, më të shumtat e shtëpive janë të mbyllura, njerëzit janë larguar siç u thashë, edhe nuk e kanë mundësinë që të kthehen pas, të kujdesen për to edhe t'i ndërtojnë, po janë shumë që po përpiqen avash të bëjnë disa punime në shtëpitë e tyre, edhe të kthehen në vendlindje, pse jo. Siç mund të shikoni këtu tani unë po u tregoj, këtu ishte shkolla ku vinim neve kur ishim fëmijë. Edhe këtu ishte sheshi kishës e themi, se është edhe kisha, këtu një nga kishat më të vjetra edhe më të bukura që ekzistonë. Tani këtu erdhëm tek shtëpia e tezës, të shikojmë edhe aty se çfarë bëhet, të hedhim një sy, shtëpinë tezja e ka rregulluar edhe e ka ndërtuar që kur shkojnë me pushime të vinë këtu në fshat, se kuptohet i merr malli edhe siç mund të shikoni kanë mbjellur edhe kopshin. Lulet janë tharë tani në dimër, po në pranverë do çelin prapë. Kjo është pjesa e parë. Këtu po u tregoj edhe mamin që po mbledh fletrat, edhe te pjesa e dytë do t'u tregoj me prap fshat.